Kështu po më pëlqej fytyra, adhuroj edhe shumë kom qef, po të na nuk e di pse nuk e diskutojmë shpesh me bisedu me njerëz të cilët kanë njohuri për astronominë, e sidomos edhe me fizikën. Është një temë që për momentin është shumë aktuale në krejt botën, shumë çështje të universit e tjera. Me neve në studio është Milaim Rushiti, i cili vjen për prezentoj si profesor që është po ashtu nga Astronomi Autorisë Kosova. Mirë mëngjesi, nëse mund është veç pak mikrofonin me afru. Mirë mëngjesi, mirë si u gjeta. Profesor, si je mirë? Mirë, faleminderit juve. Mirë, faleminderit. Ishëm duke bisedu prej nga dëshira me studiu astronominë ose me qenë adhurus i astronomisë dhe të gjithë keni të njëjtën storje i vogël duke shikuar në qiell. Kështu fillon gjithë shka. Po çka të kliki ty që me hi pak ma fill? Në fakt, këtë fillojnë aty, se ëndra për ditë diçka ma shumë, si fëmijë, edhe jo vetëm në astronomi, po në çdo lami tjetër, është ajo që të shtin me studiu. Edhe pikrisht ajo pjesa kur ne e çojmë kryt lartë edhe shohim se çfarë ka në univers, çfarë ka në hapësirë, ty të ban edhe ma kurioz edhe ma kurioztar me ditë se çka po të rrethon ty për rreth. Edhe pikrisht kjo ka qenë ajo fillet e saj që ne të mirëmi me astronomi, tana eklipse, tana janë gjana që janë shumë interesant për një fëmijë që ndoshta nuk mund të t'i kuptoj. Për shembull, kur je i vogël mendon se çdo yll mundesh me vizitu, është interesant. Pikrisht që kjo është edhe si vogël atëherë mendojshim që yjet na i pashim satelitet ose i pashim trupa qiellor që lëvizin edhe pse s'po goditen mes veti, pse qysh këto po bojnë dritë, cila është arsyeja që këta janë të bë dritë, çka janë këta trupa. Edhe kështu që kjo është ajo kërkesa jote që ti lyp me ditë diçka më shumë si fëmijë i vogël. Çdo sa ditë të jesh në fojza, po them si një fëmijë i vogël i etur për me ditë më shumë. Pikrisht me qatë ambicie alo jam edhe sot. Edhe sot mendoj që ka shka me studiu, ka shka me kërku me studiu, edhe në mbon qajo. Se jemi shumë të vegjel edhe ashtu në univers. Toka është shumë e vogël, e lemon ne si njerëz në tokë. Kur jemi tek universi, si përcaktohet kjo për shembull që thonë universi është që 4.6 miliard i vjetër, si përcaktohet që kjo numri, si dihen, cilat janë studimet që bëhen? Në fakt në bazë të zgjerimit të universit, është konstatu që parafërsisht çaq është mujt me shku në largësi me vite dritë për me marrë informacione. James Webb, shembull, tash është duke tentu me marrë fillet e zbulimit të universit ose të krijimit të universit dhe nëse arrin atëherë mund ta çojë maksimalisht deri në 17 miliard vjet. Mund tamam në gjenezën e Si jotë kjo është sa ma shumë udhton, sa ma larg, kthehesh në kohë. Kjo është vetëm nëse udhton me shpejtësi të dritës. Koha është në raport me përhapjen. Dhe tash në fakt themi 14 miliard vjet shembull universi ka, sepse çaq është zgjerimi i tina. Dhe nëse ne e marrim që 14 miliard vjet me udhtu me shpejtësi të dritës, atëherë për ty në shpejtësi dritës, koha është zero. Nuk zgjerohet. Nuk ka nesër për ty. Po. Ka me pas gjithmonë që ajo kohë që është sot, kur ke fillu ti me udhtu me shpejtësi dritës. Po nëse mund të arrim ta shpejtojmë shpejtësinë e gjë që është e pamundshme, sepse vetmja shpejtësi maksimale deri më sot është shpejtësia e dritës, po nëse arrim me, hipotetikisht po e them, me shpejtu dritën ose shpejtësinë e dritës, atëherë ti veç kthehesh në kohë, ishe gjyshrit, atje tu prashrit në ora. Shumë është interesant kjo është edhe është bërë një studim e kam pa në Zvicër, pra orën e kanë shu njëjtë për 3 lloje të ndryshme të shtëpive dhe ai që ishte më lart, ishte për 0.000 diçka shumë pak, më shumë në kohë, si me thonë ma përpara se ai që është poshtë. Nëse shembull një njeri udhton me shpejtësi të parafort me të dritën, ai fillon të ngadalsoj kohën dhe ka me u plak ma pak se ky që është këto, që është udhtu me
kohë normale. Këto janë sistemet relative që Einsteini veç se i spjegon shumë mirë këto fenomene. Për më kthy te fillimi pra 14 miliard vjet supozohet që ka fillu gjithçka. Normalisht ajo pyetja se nga çka filloi është pyetja milionshit që nuk ka përgjigje, por ka teori të ndryshme. Jo personalisht cilës teori i besoni më shumë, ai besoni që gjithçka ka filluar nga një Big Bang dhe a vazhdon të rritet ende universi. Jo, kjo është të thoya se ma argument për vitit 2012 veç është vërtetu që Big Bangu ekziston. Mon është krijimi i universit për një heq gjëje, apo për një pike që ka qenë me vëllim 0, me mas 0 dhe me kod 0. Po çka shkaktoi ato, mas ne? Ato kjo tash pyetja çka e shkakton, shkencëtarisht na mund të themi një fuqi mbi natyrore. Po t'ja e aksepton si Zot, si fuqi tjetër, është çështje që na e interpretojmë, çështje besimi, mirë po unë besoj që ka pas një fuqi mbi natyrore që e ka kriju atë gjën prej hiqit. A do thotë kjo se ka edhe multivers? Jo, multivers në pra nëse është universi jonë, mujnë me qenë edhe 3-4 universi tjera, që kanë mujtë me shkaktu këtë universin tonë? Universi si univers, termi univers, zgjerimi i hapësirës, është i pambarim, në kuptimin që na nuk ja di na fundin. Mirë po është krijuar nga dikush që e ka një superfuqi. Që ajo superfuqia na që po e quajmë Zot, ose dikush tjetër që e quajnë natyrë ose diçka, nuk nënkupton që është vetë multiversi, po është një fuqi që ka kriju këto. Mirë po, tash... Mirë, atë fuqi kush e krijoi? Ai është i krijuar vetë. A dhe se kjo është pyetja që bëhet... Unë në atë aspekt zuzoj me him me tonë, se jam i thirrur tash në aspektin fetar me fol, mirë po, megjithatë unë besoj që është një Zot që i ka kriju gjitha si njeri, mirë po nuk them që ka multivers, sepse multiversi nënkupton që tana me konë jo veç një univers, po me konë shumë universe, edhe tash ato me u godit me zveti me kriju. Nëse i përzim me galaktika është mohabet tjetër. Galaktika është tjetër çka. Mirë po multivers praktikisht shkencëtarisht nuk ekziston. Nuk e kena të vërtetuar. Toka është me fat për shkak përbërësve kimik që janë në tokë. A më nëse jemi shumë me fat që ka jetesë? Po, në tokë jemi shumë me fat që kemi që të përbërje kimike, qëto gazra, qëto ujra, qëto çdo gjë që na ban me jetu në tokë. Mirë po ndoshta nuk është edhe i vetmi planet toka që mund të gjendet jetë. Absolutisht është e pamundshme me imagjinu që na kena me shku dikun me një sistem tjetër diellor edhe me udhëtu me 20-30 vite dritë ose 40 vite dritë, kur e tham me gjithmonë duke llogarit me 300.000 km/sekond, me mrite çaj trup tjetër që mendohet këtë jetë. Mirë po... Para mendo profesor nëse vjen dikush neve me na vizitu, se çfarë teknologjie duhet me pas ajo planet ose tokë tjetër. Pikrisht, domthonjë, që do është problemi që na nuk komunikojmë me sistemet diellore tjera, se në fakt për me kanë një tokë në sistemin tonë diellor, do të me kanë një yll që i ka të ngjashme parafërsisht planetet edhe kushtet e jetesës, mirë po nuk do me thonë që nuk ekziston. Në zhargonin popullor për me shkruajtur në yll tjetër është e pamundshme. E pamundshme, praktikisht është e pamundshme. Me na vizitu? Ylli më i afërt me neve është 3.26 vite dritë larg. Domthonjë do të me udhëtu 3.26 vite me shpejtësi dritës për me mri te Proxima Centauri. Plus aty nuk konsiderohet që ka planetet e ngjashme me tona. Pra kjo është nga planetet që po e cekni që besohet, a? Jo, ylli më i afërt. Ylli, po. Ylli më i afërt, po që aty nuk ka planet që i plotëson kriteret për me pas jetë, që është konstatuar që nuk i planon. I plotëson kriteret. Ndërsa në sistemin 3-5, shembull, është 40 vite dritë larg, aty mendohet që planeti 4, sikur i treti në fakt me radhë, sikurse edhe joni toka, është i ngjashëm gjeologjikisht për me pas kushte për jetë. Për që ka gjallësa në planetet tjera ka, po s'do me thonë që janë të formës tonë. Absolutisht, unë shpesh e tham... Gjithmonë do të më nisën nga elementet bazë kimike që gjinden në ato që prej vebet edhe prej ata i marrin data cilat i përpunojnë dhe tregojnë se ka ujtjangshëm, ka kryp, ka oksigjen dikon, edhe mundet me pas gjallësa. Jo bërna shumë e thjesht.
na nuk mujna me shku me jetu në Antarktidë, Po, na shqiptarët, po, ose teritori jonë. po. Mirë po ata në Arabi ose në Afrikë jetojnë me 50 gradë, me Po. bëmë na që neve atje marojmë pe Qa temperaturës. ashtu është? Edhe kjo, një gjallës tjetër mundet me jetu atje. Në Mars, shembull, mundet me jetu një mikroorganizëm. Po. Nuk po e tham decisivisht Se e njeri. marrin gjithçysh Ose njeri, ato po, ufot po. me vesh gjatë. Mirë, po një krijes ka me mujt me jetu. Dhe që ajo krijes që mundet me jetu, është jetë. Ashtu Pa marrë është. parasysh çka? A është milingona, a është atom, a Po. është ndaj gjë shumë e madhe. Mirë, po diçka nëse ndaj Cilat dinosaur. janë planetët deri tash e di për Enceladusin, që është hëna e Jupiterit, nëse Po. zgaboj, aty ka shpërthimet ujit që gjasa aty janë me pas jetë, planeti Europa përmendet të sa vite, po edhe aty ende nuk ka mbri as webi, Po më në as sateliti Europa Po. i Jupiterit. po që pojnë është ngjashme me tokën. Është e ngjashme me tokën, mirë, po edhe aty nuk ka halo nuk është konfirmuar që mujna na me jetu për shkak të temperaturës, për shkak të gjanave që nuk ka biodiverzitet aty dhe nuk është veç oksigjeni ose ajri që na e marr me botë mundshme jetën për Pro, neve. që është materia zis? Materia e zezë është ajo që na nuk dim në fakt për ta, kur gja heq. Se shumë Në fakt edhe universi zgjerohet në materien e zezë, domethënë në hapësirën e pambarim tjetër që na nuk e dim se çka ka në ta. Në fakt materia e zezë është një i panjohur, një eks i panjohur. black holes, Black hole janë yjet. cilat janë studimet e fundit, se ka shumë studime të reja, publikime të reja për Në fakt black vrimat e hole zeza. ose vrimat e zeza janë hapësira të cilat krijohen pas eksplodimeve të dyjeve me masa tepër të mëdha dhe ato kur eksplodojnë në pamundësi graviteti tyne me marr materien afër, fillon bëhet hapësirë vakum, po e quaj kushtimisht, dhe që ajo hapësirë përreth që krijohet fillon të tërheq materialin që vete ka eksplodu dhe krijohet vrimë zezë. Në fakt, ajo rritet duke i gëlltit të yjet përreth vetit. Ose, Është e vërtet, se këtu dashta me të pyet, se thuhet se ndoshta nuk e bën çat gëlltitjen. po, që ajo është ajo Jo si në hapësira. filmat që nëse ti hin në black hole ke me dal dikun Jo, në tjetër. fakt, ajo është diçka tjetër që me telepati ose diçka, mirë po nuk ka lidhje me astronomi. Në fakt na nuk dim më çka ndodh kur gjan në vrimën e zezë, për shkak se as drita nuk deporton në vrimën e zezë. Domethënë shpejtësinë ti duhesh ta kesh shumë herë më të madhe se shpejtësia e dritës për me deportu vrimën e zezë. Gjë që është e pamundshme. Arsyeja pse na i shohmi pikërisht vrimat e zeza është përkulja e dritës në për të, që nuk mund të hyjë dhe sillet të rrethit të saj dhe ne i vrimat e zeza, ose këto black hole ose që dush që të Që do të thotë herë do kur do dhe planeti Tokë do të jetë një black hole. një Një lajm i keq, fitur. ekskluzive lajm i keq. jo ekskluzive nuk mund të jetë për shkak se na nuk e mrim ato. Jo, na jo. Kështu Veç që- mas miliona, po- miliarda viteve dhe planeti Tokë do të jetë në një black hole. Absolutisht po, se edhe dielli do zhduket Po. ose do të humbë reaksionet kimike me Që hidrogjenit do dhe thotë nëse heliumit. shkojmë në Hanës se në Mars kur gjo nuk Jo, shkojmë. absolutisht, veç nëse shkojmë në një sistem tjetër diellor, Se por është- ndryshe në sistemin tonë diellor, para se me u shkatru, domethënë dielli ka më eksplodu afërsisht 12 miliard vjet kur t'i ban, sot i ka dikon 4.5 miliard vjet dhe ne kur mrim ves atje toka është, diametri i diellit është rrit aq shumë sa që tokën ma nuk e man graviteti. Nuk do me thonë që ti hen në diell, mirë po graviteti nuk man edhe na ja thermi në i ka tjetër. Studia guxojmë ta bëj këtë pyetje mas jena të diellit se bisedën kam qef kështu spontane Po. me bë. Shumë tash dalin edhe video në YouTube edhe dokumentar të ndryshëm që i shohim pse janë njerëz të bardhë, pse janë njerëz të zi, pse janë njerëz si me lez, me thonë, a mundesh me shpjegu këtë çështjen e diellit? Po në varësisht pe pozitës ku gjeografike, ku jeton. jeton. Na nuk mujna me marrë një... Se shumë thonë pse për shembull sot një afroamerikan nuk bëhet i bardhë edhe e presin këtë proces për 3-4 vjet. Jo, normalisht që nuk ndodha. E para është genetikisht, Po. është e trashëgume. E dyta, absolutisht që na me një javë ndeti që po shkojna pendrojna ngjyrën. E le moti ke Me jetu jetu. 50 vjet në Afrikë, hajde banu për një javë
shqiptarës në ngjyrë Çashtu. bardhë si tonën ose të verdhë, është e pamundshme. Për më kthy te Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe të Shtëpia e Bardhë ku i ka publiku UFO Files. A i keni pa? A i keni pa videot? Kum dëgju për to jo shumë, për shkak që këto janë konë gjithë teori Konspirative. që në fakt ka pos polemika qysh për Bashkimit Sovjetik me Prej SHGA-s. luftës toft. Pe luftës toft, jo po i qënë aeroplanat, jo janë UFO-t, jo janë këto. Këto janë sisteme që kanë qenë luft në përhapje të dezinformatave për me humbë baraz. Pra këto videot që po qarkullojnë ku shihen disa mjete fluturake se UFO i bjen objekti pa identifikuar, nuk mendoni se ka diçka që ka Në fakt, neve, unë jam i thonë me besunat që na kena vërtetu shkencarisht. Po. Kur tham ne, nuk jam të folë në cilësinë e Milajimit, po jam të folë në cilësinë e botës astronomike ose të NASA-s konkretisht, Ashtu. që nuk ka vërtetu një objekt pa identifikueshëm. Domthonë deri sot nuk kem argument që tokën e ka vizitu një qasi pjate fluturuese ose një diçka, nëse kanë qenë, këto kanë qenë të prodhuara nga shtetet e ndryshme që Edhe fundit për UFO, po lidhna me librin e Neil deGrasse Tyson, Take Me to Your Leader, nëse vinë në Kosovë të kush e kishe marrë, për shembull, të kush e çon UFO-n. Në qeveri. Definitivisht në qeveri. Edhe në komplet diskusion, jo politikisht, po kështu cila do qeveri që tjetë, jo mos keq interpretuna me këto, me krejtë, se na me të në rejtë, na është ta mos piratën. Prof, ka pas pa ashtu njerë që ka ende fakt që besojnë se njeriu nuk ka shkelën hanë. Këto edhe kjo është njëna Është nga interesant sa diskutimet. shumë ushqehet Po, teoria konspirative. gjithmonë ka si që nuk besojnë. Edhe investohet në ato që nuk janë besojnë, nashta po. shumë shkencore, mirë po që japin lajme. Tash nëse unë dalë me thonë, jo, nuk ka shkel njeri në hanë. Lajmë bëhet. Lajmë bëhet edhe një mesazh. Ta prej kështu për jetës sociale, ta bëj bombastike. Edhe një koment, lajmë bëhet edhe një koment që i shkruhet NASA-s. Po bre, ajo Edhe ka pengush shumë. i kthehet përgjigja. Pse? Se që ato e marrin se investohet në ta. Edhe qitet në platforma, ushqehet pe qarqeve të ndryshme, që në fakt nuk ka Po lidhje nëse me... dikush të pyet, tregoj ma faktin që ka shku njeriu në hënd. Cili është fakti që ju ja thuni? Po, cili është fakti sot që kanë rrethanës në muajin prill. Ai pam në live, tu rrethsoj edhe apet të kjo është. Na e kemi miliona... Po dhe kërë mendon faqe po ndërprej, pra nëse është një gënjeshtër që kanë shku në hën, i bjen që duhet me gënyu dykonje 200 persona. 300. Pikrisht. E tu e ditë natyre njerëzore se njeriu një në 3 veta s'mundet me majt një sekret, po që është njënë s'dull me thonë... Po qëto është problemi. Jo 200, po është një armatë të tërë. Që duhet me gënyu. Duhet me gënyu për me ban këta. Një Hollywood i vogël, aty e ka bo atë filmin, ka shku e ka qitë flamurin në Hollywood. Edhe këto fore pa lidhje. Pastaj njeri aty vdes dhe thot këto e kanë mytë se kë e ka ditë. Po, e ka dek ngrote e ka posë gjelin. Shumë, ose flamuri, ja, po levizja asoj. Këto janë çështje që mirën konspiracionistët, na kemi edhe asi që thojnë edhe toka është e rafshtë. Në Kosovë dhe në Shqipëri. Mirë po, pikrisht që si janë edhe ata. Po, të njëjtë. Që se besojnë. Na e kështu shumë non-stop live. Po. Shkumjen tash në hanë, ata prapë contestation. Argumenti tyre është pse nuk zhdrepen. Po dhe, pse nuk zhdrepen, jo që kanë zhdryp 12 misione. Po, e këta nuk e di njerë, se 12 herë janë shku në hanë. Nuk është veç Neil Armstrong edhe Buzz Aldrin. Që do bëhet gabimi kryesor, pe vitin 1969, dhe në vitin 1972, janë shku 12 misione në hanë. 6 prej tyne kanë zbarku, kanë shkel me kam në hanë, ku janë 12 astronautë që u dihet me emën e me mbi emën. Hajde njoni pas ka rajt, po jo të 12-it. Njerëz nuk e din që edhe për me shku në hënë është një sfidë shumë e madhe, përveç kostos, është edhe... Kështu miliarda, plus asoj, edhe është rrezikjetë. Edhe tash Artemisi në fakt misionin tjetër nëse zgaboj, misionet e ardhshme janë si një stacion drejt Marsit. Po pikrisht që kjo është misioni, se nuk shin shku, vish mja bo qefin këtyne që jena shku tash. Mirë po është konë qëllimi që në mes të
dy ndrimeve të ditës me natën në hanë, në polet e saj, ka kushte për jetë në bazë të temperaturës, edhe me gjetë një pjesë ku mundën me kriju një stacion hapësinor që prej hanës më unis drejt Marsit ose drejt dikujt tjetër. Ta shtrohet pyetja, po pse pe Marsit, pse pe hanës e jo prej tokës? Pej neve duhet 27.9 km për sekond me lëshu orbitën e tokës. Ndërsa pe hanës është veç me 2.4 km për sekond. E te që kjo puna e shpenzimeve. A di çfarë shpenzime duhet me i dhanë ati motori për me e liru atmosferën e tokës. E prej hënës bëhet ma lirë. Ma lirë kosto, ma lirë çdo gjë, ma letë për ata edhe ma e parrezikshme. Na e dina sa misione hapësinore kanë pësu edhe me fatalitet, ku astronaut të shumt kanë vdek. Pikrisht për shkak se s'u kanë përballu shtypjes, s'u kanë arritur shpejtësinë e nevojshme për me liru. Ne po kanë shef me thonë është punë e lehtë, kënej. Jo, a di që është kjo punë e lehtë ose ran. Sikur këta që kritikojnë pozitat. Po. Hajde merr vullheqe, jo s'di. Po, jo s'di, çfarë. Ama apo din me kritiku. Edhe këtu, nëse ti nuk mundesh me bani sa, ani hajde shko ti për han, pra edhe vërtetoj që nuk është. Nuk e di a pyetje për ju, po të pyesen nga YouTube. Ton kjo teknologji që është mundshme me u zhduk aeroplanat, me siguri e kanë fjalën për Malaysian Airlines. Në pjesën trekançën. Jo, për tokën, domethënë ton kjo teknologji, po, si është e mundur me u zhduk një aeroplan në ajër. Zhduket. Sa më thirrën për tonë. Jo. Kjo është pjesë tjetër. Pra domethënë në Mars beson se njeriu mundet me roveri është atje. Roveri është, mundet me shku si mision, mirë po nuk do të thonë që edhe Marsi ka një treg, nuk mundesh bashkë kur dush ti me pikrisht është gjë normale që ti nuk mundesh në çdo sipërfaqe, edhe në çdo kohë me shku. Shembull, po. Do të më përshtat kohës. Pyetja që kom për fundit, një ose dy fakte shkencore që juve gjatë tërë, nëse më thujë karrierës, jetës, ju kanë fasionu. Në fakt që kjo pjesa e Big Bangut është ajo pjesa më e madhe që e ka bën historinë e universit me kanë pak më serioze, dhe unë shpesh ndoj pjesën e astronomisë primitive në thojza, po e tham, që është marrë me atë pjesën para renesansës, edhe pjesës që ka fillu me u marrë me universin. Për para planetet, yjet, i kanë konsideru si zotna, ndërsa sot ne i studiojmë për me arrit me bën diçka ose me studiua ka jetë dikon tjetër. Jo vetëm për kuriozitet, po ndoshta edhe me shku. Ndoshta mirë, po ka shumë argumente që shkenca i vërteton edhe të lajnë me pamend. Prof, faleminderit shumë, ka që shumë sa i përket bisedës është kënaqësi. Edhe për mua gjithashtu një bisedë e këndshme. Po shpresoj që era tjera sot kur do të ka zhvillime të reja do të ftojmë edhe me bashkëbisedues, se ishte kënaqësi me vërtet. Faleminderit.